ti ke dalë në qindra emisione televizive, je shquar për elokuencën tënde dhe për debatin publik me filozofi. Ke frikë se tani e tutje do të quajnë albatrosi I sherrit të Fevziu? Së mërzitë, për matë. Shamu një ditë mas asaj ngjarjes me Beratin, unë kam pasur shumë vështirë. Vërtet, ë? Shumë të vështirë. Po pse? Shumë të vështirë, domethënë kur nala me mendu. S'ke faj, është? Edhe po pastaj vjen një moment kur e marr situatën prapë në kontroll. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me marrë situatën në kontroll. Është sfidë e tërkohës, sepse situata del mbi kontrollës, non stop. Përndryshe, nuk jam robot. Askush nuk ka robot. Ajo që më bëri përshtypje ishte reagimi yt ose mos reagimi yt, le ta quajmë më mirë. Sepse në një situatë të tillë edhe mund të ndodhte diçka dhe më shumë, një grushtim nga të dyja palët. Tashi si e ruajte qetësinë? Sepse është art më vete në kohë sot që të ruash qetësinë. Unë kam pas situata kur nuk e kam ruajtur qetësinë, por ato ka pasur të bëjnë më tepër kur unë jam ndje peng I vetvetes. Për shembull, edhe Berati u ndje peng I vetvetes aty. Dhe I doli situata mbi kontrollës. Ndërsa përballë të tjerëve, unë kam një dhunti që e ruaj gjaftësinë. Kjo vjen prej kohës, prej luftës. Përballë rrezikut tjetër, unë e ruaj gjaftësinë. Truri im nalet. Like është slow motion. Ka pas momente edhe komike, po të vërteta. Për shembull në një prej komenteve ka qenë po normal që ky s'lëvizi si u drill syri është Nacho Don Bosco. Po vërtet është domethënë Don Bosco ajo pjesa atje është lagja ime. Aty jeton ti në Tiranë? Tiranë pjesa edhe ajo pjesë e Tiranës, aty nuk ka nevojë për polici, sepse aty është. Po aty rregulli bëhet vetë. Edhe kështu që unë duhet sillesh edhe konform lagjes ku jam. I përshtatesh, ë? Absolutisht. Edhe I falenderoj gjithë ata çunat e lagjes që janë solidarizuar dhe që domethënë ti e din si janë ata çuna, kështu që po I falenderoj, I falenderoj, por unë jam intelektual, fjala ime, arma ime është fjala, mendimi. Në një shoqëni ku njerëzit vriten për një vend parkimi, për shem shef, pse s'm shef, mendoj që në studiot televizive duhet me pas kujdes, çfarë shembulli japim. Nëse unë e kam frymëzuar dikën që kur je në trafik dhe të del një gomar atje përballa I thu, okay, vazhdo. Është gjë e mirë. Tash është situata e njëjtë. Tash dy vetë takohen në trafik, njëri do të më shur rrugë. I mençur I shur rrugë, thot populli.